Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur Demër në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës të dashur Demër. Java që po vjen duket si javë ku një kapitull i vështirë për ju po mbyllet dhe një periudhë shumë më e qëndrueshme po fillon. Letra flasin për përfundime, përmirësim financiar, bashkëpunime, familje dhe marrëdhënie që marrin drejtimin e duhur të dashur Demër. Pas një periudhe ku je ndjerë me lodhur, e zgënjye, duket se po fillon të shohësh më qartë se ku po shkon. 10 të shpatës. Shikoni, këto janë shpata që përjetimet e juaja që kanë rënë mbi ju, kanë rënë zhgënjimet dhe gjitha këto. Java fillon me një fund. Mund të jetë fundi një stresi, një zhgënjimi, një pritje apo një situate që të ka lodhur me ndërish të Demi. E mirë është se kjo letër nuk flet për dhimbjen që po vjen, por flet për dhimbjen që po largohet. Për shumë Demër kjo javë do të sjellë një moment ku do thoni, mirë, kjo histori mori fund, tani çfarë të bëj më tej? Dhe sinqerisht, ky do të jetë momenti më i mirë i javës, sepse ndonjëherë fundi është bekim, edhe pse i maskuar. Mbretëresha e monedhës, të dashur Demër, ky është një nga letrat më të bukura për ju. Flet për stabilitet, siguri, menaxhim të mirë të parave dhe kujdes për veten e juaj. Kjo javë të shtyn të mendosh më praktikisht, mund të bësh plane për shtëpinë, financat, një investim ose një blerje që e ke shtyrë prej kohësh. Për disa Dem, mund të vijë edhe një ndihmë nga një grua e rëndësishme në jetën e juaj. Mesazhi i letrës është i thjeshtë, mos e nënvlerëso veten. Ti ke më shumë kontroll mbi situatën se sa mendon. Absolutisht. Dhe 3 të monedhës tregon për bashkëpunim. Shikoni, 3 persona janë duke bërë diçka të bukur dhe të madhe. Në punë ose në jetën personale do të kuptosh se nuk ke pse të bësh gjithçka vetëm. Një person apo më shumë mund të ofrojë ndihmë, një këshill të vlefshme ose një mundësi bashkëpunimi. Nëse ke menduar të fillosh diçka të re, për veten, për punë, çfarë do që të jetë, kjo javë është për të dëgjuar ide të njerëzve që kanë përvojë. Nuk është koha për kokëfortësi. E di që je Dem, por ndonjëherë dhe të tjerët kanë ide të mira Demi. 7 të monedhës. Kjo letër tregon, shikoni, keni punuar, po sikur akoma ju nuk janë rezultatet aty. Kërkon dhe pak durim, 7 për të bërë 10, se 10-at janë për mbushje. Po pret rezultate, po pret përgjigje, po pret ndryshim. Dhe ndonjëherë duket sikur po pret prej kohësh dhe kur dinosaurët shëtisnin në tokë, ta them atë gjatë ju duket. Por 7 të monedhës tregon se ajo që ka mbjell po rritet. Thjesht ende nuk ka ardhur koha e korrjes, por janë duke u rritur. Mos hiq dorë në këtë javë apo dhe në të ardhmen nga diçka që ka potencial vetëm sepse nuk po lëviz me shpejtësinë që dëshiron. Do të thotë mos u dorëzo Demi. Dhe ja ku kemi nga 7 në 10, një letër tjetër fantastike, kjo flet për sigurinë afatgjate, si sa 7 për të bërë 10, familje, pasuri që do të thotë jo vetëm në monedha, në ekonomi, ta them, mbështetje, shëndet e kështu me radhë. Për disa Dem mund të ketë biseda për pronë, familje, para ose plane të rëndësishme për të ardhmen. Kjo është letra që të kujton se po ndërton diçka që do të zgjas, nuk është sot për sot. Jo diçka të shpejtë, diçka të qëndrueshme Demi. Dhe 2 të kupës, absolutisht letër në dashuri, kjo është një nga letrat më të mira apo më të bukura që mund të dalë. Pra ata që janë në lidhje sjellin afrim, mirëkuptim dhe biseda që i bëjnë gjërat më të qarta. Për beqarat mund të sjellë një njohje interesante ose afrim me dikë që tashmë e njohin. Për ata që presin ribashkim, kjo letër tregon mundësi të madhe komunikimi dhe afrimi. Por vetëm nëse të dyja palët janë të gatshme të japin njësoj. Kjo nuk është javë për të vrapuar pas askujt, është javë për takime në mes të rrugës, do thotë dhe ti
dhe dikush tjetër. Të dashur demër, life path, drejtimi jetës, i fatit, duket sikur po hyn në një periudhë ku shumë gjëra fillojnë me të marrin kuptim. Ngadalë, po, një vendim që ke marrë, një person që ka hyrë se ka dalë nga jeta jote, një ndryshim që të ka shqetësuar, tani po fillon të kuptosh pse ndodhi. Mos u kap pas asaj që nuk funksionoi. Fokusoju asaj që është duke ndërtuar. Ndërtuar. Kjo është fati i jetës, kjo është drejtimi i jetës, kjo është diçka që po lind, diçka vërtet e re. Të dashur demër, kjo është një nga javët, do ta quaja më pozitive që kemi parë së fundmi për demin. Një periudhë e vështirë është duke u mbyllur. Financat dhe puna po tregojnë përmirësim, një bashkëpunim ose ndihmë të vlefshme që mund të shfaqet. Pastaj, dashuria sjell afrim dhe mirëkuptim, ndërsa Oracle të kujton se je në rrugën e duhur, edhe nëse ndonjëherë të duket se po ecën ngadalë. Dhe le të jemi të sinqertë. Nëse ka një shenjë që di të arri destinacion në asaj pa u nxituar, është pikërisht demi. Jeni pikërisht ju, të dashur.